Lotaria amerikane mund të bëhet me pagesë. Rritje edhe për tarifat e vizave, çmimet. Lotaria amerikane mund të bëhet me pagesë nëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës miratohet një draft ligj që është aktualisht duke u shqyrtuar. Përveç çdo tarife tjetër të autorizuar me ligj, Sekretari i Sigurisë Kombëtare do të vendosë një tarifë për çdo të huaj që regjistrohet për programin e vizave të imigracionit të diversitetit, siç përshkruhet në seksionin 203 sa të Aktit të Imigracionit dhe Shtetësisë, 8 YS. Sa 1153 sa në shumën e specifikuar në këtë nën seksion në kohën e regjistrimit, thuhet në draft ligj, tarifa do të jetë jo më pak se $250 për lotarinë amerikane. Nëse aprovohet, si dhe parashikohet edhe rritja e tarifës së aplikimit për vizë në ambasadën amerikane, e cila do të bëhet $400 për person. Shuma e specifikuar në këtë nën seksion për vitin fiskal 2025 do të jetë ajo shumë që sekretari mund të parashikojë me rregullore, por në çdo rast jo më pak se $400, thuhet në draft. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.